që nga paraqitja e saj e parë në vitin 1977 me këngën e titulluar Lute Lute në Nabijen, e deri te këngët e publikuara së fundmi, vërtetohet se Remzia Osmani nuk ka ndalur punën për asnjë moment, duke publikuar qindra këngë dhe shumë albume të suksesshme. Ajo ndër vite ka dëshmuar se është këngëtare, por edhe nën, gjyshe dhe vjerre dedikuar. E mira mbi të mirat që ka qenë për mua është ardhja e mbesës time Emës, e cila më ka lumturuar pafund. Edhe më të vërtet, ishte ndjenjë mirë më u bë gjyshe, ka thënë këngëtarja në një deklaratë të saj. Remzia Osmani tashmë është gjyshe e një mbese dhe një nipi, ka treguar se dhurata e parë që ka blerë mbesës është djepi. Në duhet të rikujtojmë se Remzia Osmani është një emër mjaft i dashur për publikun shqiptar, por jo vetëm. Këngët e saj ndër vite kanë bërë që të ngelen në mendjen e njerëzve dhe të përqafohen me njerëz apo publikohen. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.